Miq të pasmës natës, në këtë muaj unë kam kënaqësinë të kem gra, të cilët vërtet janë të suksesshme në fusha të ndryshme, por jo vetëm kaq. I kanë dhënë zë edhe grave të suksesshme dhe një prej tyre është një gjuhëtare, e cila merret shumë mirë edhe me fjalorin e gjuhës shqipe, edhe me enciklopedin, ka bërë dhe studime për Parashevin dhe Sevasti Qerjazin. Besoj se gjithë e kanë marrë vesh që bëhet fjalë për Teuta Toskën. Mirë se erdhe këtë pasmës natë. Mirë se të gjeta dhe Guedi, mirëmbrëma të gjithë atyre që po na ndjekin në këtë orë. Në fakt, çfarë është gruaja dhe kush është gruaja që përfaqëson më së miri? Ju jeni dhe mësuese, pra pedagogë, sepse ne dimë që marsi është muaji i gruas. Në tërësi një ditë ka. Edhe mësuesi, edhe nëna, gruaja në vetvete, po kush është gruaja që vërtet e përfaqëson mirë gruan shqiptare në këndvështrimin tuaj? Unë do të përmend njërën prej dy heroinave të mia, nësaj që i kam kushtuar shumë vite të studimeve të mia, dhe që është Parashevi Qerjazi. Edhe pse ajo nuk pati mundësinë të martohej, të kishte fëmijë, pra të plotësohej edhe me këtë aspekt rëndësishëm që natyra i ka dhënë gruas për të qenë nën. Për mua ajo e përmbush plotësisht atë që ishte një grua, sepse ajo jetoi në një kohë që mundësit për një grua ishin shumë të pakta dhe ndryshe nga e motra, e cila të themi të drejtën i kërkoi këto mundësi dhe i mori, ajo gjeti një gjysmë shtegu të hapur, por pati kurajon që ta çojë edhe më tej përpara këtë kryenerësinë e smodrës për të arritur ambicet më dha. Dhe Parashevia në hijen e 9 vëllezërve dhe motrave ishte një vajzë që pati ambicet më dha. Për mua një grua do të ketë ambicet më dha. Një grua të zonjë në shtëpi, të zonjë jashtë shtëpisë, dhe një grua e cila nuk pati asnjëherë problemin që të ishte mes burrave të tjerë. Një grua e lirë. Plotësisht e lirë. Dhe si thash, me ëndër dhe me ambicet më dha dhe sigurisht me aftësi. Siç mendoj unë çdo grua ka. Shumë aftësi. Unë besoj që gratë ndryshe nga burrat, ndoshta tani shpresoj maskilistët kanë fjetur gjumë. Besoj. Unë besoj që gratë kanë shumë zotësi. Por po aq pa vendosmëri për zotësitë e tyre. Besoj e kupton këtë. Për shkak se jeta në një farë mënyrë vjen e tillë që ti duhet t'i kushtohesh vetëm diçka, edhe ato i kushtohen me misha me shpirt, dhe ëndrat e tyre i kanë kokë. Dhe i mbajnë kokë duke larë enët, duke fshirë shtëpinë, duke u kujdesur për të duar fëmijët. Pastaj me kalimin e kohës ato ëndra nuk e di, kërkojnë te fëmijët e tyre që të realizohen. Kam përshtypjen që burrat nuk kanë kaq shumë ëndra, mendoj. Dhe prandaj them gratë, edhe veçanërisht Parashevia, një grua me ëndra të mëdha, me energji të madhe për t'i arritur, sy pa trembur, dhe një grua e cila edhe pse siç thash nuk pati fëmijët e saj, i deshi fëmijët e Sevastit si të vetët, e thot vazhdimisht këtë gjë. Fëmijët e tu që janë si të mi, thot. Dhe ëndrat të kanë lindur shpesh pasmës natë? Unë besoj që kur një grua i mbyll syt, siç edhe unë edhe ne përballemi me ëndrat tona, në mënyrë që të përballemi me ato që s'kemi realizuar, thurim shpejt dhe shpesh të reja, dhe janë këto ëndra që besoj i shohim përmbysura ose të zmadhuara gjatë gjumit, dhe kur ngrihemi nesër në mëngjes kemi energji për të përballuar ditën. Dhe ndërpres pak, ju ftoj të ndjekim një insert për Teuta Toskën dhe rikthehemi për biseduar për gjithë këto që unë thash, jo vetëm për gruan dhe për gratë që ajo i ka fort për zemër Parashevin dhe Sevastin, por dhe për fjalorin dhe enciklopedin që zgjoj një pak debat. Teuta Toska ka lindur në Elbasan, është diplomuar në Universitetin e Elbasanit Aleksandër Xhuvani për gjuhë shqipe dhe letërsi. Mban titullin profesore, aktualisht është pedagoge pranë departamentit të gjuhësisë në Fakultetin e Elbasanit Aleksandër Xhuvani. Ajo është e përfshirë në 2 projekte të mëdha të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Fjalori i Madh i Gjuhës Shqipe, si hartuese dhe si redaktore, dhe është pjesë e redaksisë së arsimit në hartimin e enciklopedisë shqiptare, projekti i përbashkët i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe të Kosovës. Është një nga themelueset dhe anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestane. Me këtë institut është përfshirë në veprimtari kërkimore dhe botuese për figura si Gerasim Qerjazi, motra Sevasti dhe Parashevi Qerjazi. Po ashtu është pjesë e grupit të përkthyer dhe redaktore e përkthimit të Biblës në shqip nga gjuhët e origjinës.
Ajo është autore e artikujve të shumtë dhe librave, si elemente të mendësisë shqiptare në frazeologji, mësime të vyera, a fjalë shpirtërisht të folura në mësimtorën shqipe të çupave në Korçë. Parashivi Qiriazi dhe viti i saj 1919, Sevasti Qiriazi, kujtime të paharruara dhe shkrimet të tjera. Me librin për Parashivi Qiriazin është fituese e çmimit vjetor Alex Buda për studiuesin e ri më të suksesshëm, dhënë nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Të mpush me emocione kur shfleton veten, ë? Po, mendon që ca ëndra i ke realizuar. Mes gjuhës, letërsisë, studimeve? Po, edhe gjuhës veçanërisht, dhe për shkak të gjuhës kam gjetur motrat, Qiriazi, dhe besoj që vetëm një njeri që studion gjuhën mund t'i qasë editarit parashivisë, si u qasa unë, fjalë pas fjale. Në fakt, si të lindi kjo shkëndi për të marrë me këtë personazh mjaft emblematik, mjaft misterios, një grua e lirë, një grua që vërtet të bën frymëzim edhe teksa shfleton kujtimet e saj, tek e lexon, që në pamjen e saj është shumë e kuruar. Tek kopertina e librit tim, Parashivia është një fotografi e vet parashivisë në Paris. Dhe që është publikuar një libër dhe të Christodakos. Pse Parashivia, domethënë? Ne së bashku me studiuesi David Usafluk, John Kuarud, profesor Xhevat Loshi, kemi bashkuar Dana Staki, kemi bashkuar forcat aty nga 2017 për t'i kushtuar këtyre figurave për cilat kultura shqiptare themi njeh, por dinte pak për veprat e tyre. Dhe fillimisht John Kuarudi përpara shumë viteve kishte botuar një biografi për Gjerasim Qiriazin, i cili është më i madhi nga Gjergji, Qiriazi, Sevastia dhe Parashivia. Dhe pastaj profesor Xhevat Loshi në vitin 2008 botoi në Maqedoni një libër që ishte Gjergj Qiriazi dhe Kongresi i Manastirit. Deri në atë kohë ishte botuar dhe Jeta ime, Sevasti Qiriazi Dakos, një punë e Dana Stakit që kishte shërbyer si misionar në Korçë prej shumë vitesh. Ajo kishte punuar me autobiografinë e Sevasti Qiriazi Dakos, të cilën ajo ta la të shkruar në anglisht. Një kopje është në bibliotekën kombëtare dhe një kopje është në Arkivin Qendror Shtetëror. Tana punoi dhe me një kopje nga familjarët, bashkoi të trija ndërshkrimet edhe e përkthyen në shqip edhe botuan. Ai ishte një libër i mrekullueshëm. Unë nxis këdo të lexoj jetëshkrimin e Sevastisë se ka shkruar, ajo shkruante shumë mirë. Për mua ajo është shkrimtarja e parë në ndërgra në Shqipëri, në Shqip. Dhe jetëshkrimin e ka shkruar vërtet, domethënë me shumë vërtetësi dhe në fundit ka treguar një jetë që ka qenë e mrekullueshme. Dhe pastaj, ndërsa ishim duke diskutuar unë deri në atë moment nuk dija asgjë për Parashivin. Nuk e njihje. Jo, në kuptimin dija çfarë ajo kishte bërë, për shembull dija që ndër këta, ajo kishte mbetur e pamartuar dhe ishte përkushtuar familjarëve të Sevastisë. Dhe kjo më kishte trishtuar pak si fakt dhe në librin Mësime të vyera, fjalë shpirtërishte të folura, domethënë Mësime të vyera, unë ja kushtova saj dhe shkrova sikur t'isha e bija, domethënë kujtim të Parashivisë sikur t'isha e bija. Domethënë pa ditur asgjë për këtë grua, unë e vetë pirësova të utën, për të qenë ndoshta e bija e saj jo biologjike, por shpirtërore, si mund thuash. Dhe kur ne ishim ulur në shkup dhe po diskutonim, edhe miqt po thonin kolegët që vitin që vjen një bie tjetër për vjetori, jo, ishim në 2009 dhe ishte 2010, ishte për vjetori lindjes dhe vdekjes së Parashivisë. Ne tani burrat i kemi studiuar burrat, ka mbetur pa studiuar gruaja. Edhe që është Parashivia, do ta bësh ti Teuta? Dhe unë aty për aty, thash po. Nuk dija shumë gjëra për Parashivin. Dija që kishte shkruar një ditar. Dhe prisja për atë ditar gjëra të zbuloja, të fsheta, të mda. Dhe kur ditarin e mora në dorë dhe fillova të lexoj, e kam shkruar dhe në libër, ishte si një zhgënjim i madh. Ajo grua kishte shkruar aty një jetë të zakonshme për ditëshmërinë e saj. Dhe pas atij zhgënjimi prej disa ditësh,
I thash vetes prit ndalo pak. Mendo pak sikur nuk di asnjë gjë për këtë botë. Nuk di asnjë gjë për historinë e shqiptarëve. Mendo sikur nuk di as artet, as kulturën. Edhe lexoja të ditar si po lexon një njeri që po të rëfen një të vërtet. Si do ta lexosh ti atë? Dhe pastaj më një herë rilexove ndryshe. Sigurisht. Zbulova një metodë. Zbulova metodën që duhet ta rrëfeja jetën e asaj gruaje. Ashtu si ajo e kishte treguar vetveten. Askush përveç meje nuk e njihte jetën e parashqivisë të Sevastisë dhe të vëllezërve të saj dhe të personazheve me cilët ata kishin jetuar. Kështu që thash unë këtë dije që kam grumbulluar deri tani për ata që ishin përreth parashqivisë. Familjes. Duhet ta sjell për të kuptuar parashqivinë dhe që njerëzit mund të kuptojnë edhe jetën e parashqivisë. Ishte fati i pandemisë, nëse mund ta them këtë gjë. Ne u mbyllëm në shtëpi dhe unë u mbylla me ditarin dhe u mbylla me parashqivinë. Dhe ditë pas dite përndoqa këtë grua, ditët e saj, dhe duke zbuluar nga ana tjetër një grua, për ditëshmërinë e saj edhe historinë e madhe dhe të vogël që luhej në jetën e saj në vitin 1919. Dhe kur ti fillon dhe heton jetën e një njeriu aqafër, sa që hetova unë jetën e parashqivisë, mbushesh me admirim, se ndoshta të ngatrohet e jotja, e nënës sate, e tezës sate. Përzihet. E motrës sate, e shoqeve të tua, e grave që ti admiron, e grave që ti nuk i admiron, në jetën e parashqivisë. Dhe kështu që ti kupton se duke studiuar thellë jetën e një njeriu, mund të depërtosh në jetën e shumë njerëzve të tjerë. Në fakt, ajo është një personazh i lirë, edhe në kohë që ti nuk mund ta mendosh apo jo. Po. Në jetën e saj kishte edhe meshkuj apo jo? Patjetër. Prezent. Kështu që vërtet nuk u martua, po shijoj jetën në gjithë dimensionin e saj. Kjo ishte një nga gjërat që më kanë bërë përshtypje, thash, unë të përmenda para se të fillonin bashkëpyetjen e Danës. Dana ishte misionare krishterë dhe kur ajo kishte lexuar ditarin, kishte bërë përshtypje se si njerëzit shkonin, burrat shkonin dhe takonin parashqivinë në dhomën e saj të hotelit në Paris. Charles Crane, që ishte miku i presidentit Wilson, edhe që ishte një nga miqtë e familjes Qyrjazi. Ai e takonte shpesh atë dhe ai edhe mbështeti financiarisht, ajo quante atë babaka. Por ajo ka takuar, më kujtohet një herë Lefnosi, Elbasanliu, erdhi në Paris aty nga ngushti. Ata nuk ishin njohur asnjëherë me njëri tjetrin, por si duket patjetër kishin lexuar për njëri tjetrin, siç njihen sot njerëzit. Lefi erdhi, e takoi dhe ata shëtitën Parisin bashk. Ajo përshkruan udhëtimin e tyre me tren në një kabinë treni. Edhe thot në një moment hyri një çift edhe po puthen. Thoshte ajo në kabinën e trenit. Edhe unë dhe Lefi u pam në sy. Duke si një histori, si një romans shqiptar në atë kohë, ndoshta ka pëlqyer Lefin, Lefi mund të ketë pëlqyer atë. Ajo ishte shumë ishte si në shekullin për cilën ne po flasim, gratë si parashqivia, ishin të tërhequr nga burrat luftëtar. Dhe besoj që ajo duhet të ketë pëlqyer, ndoshta të ka dashur, ka ndëruar, të kishte edhe ajo ndoshta një Kristodakon jetën e saj. Dhe ndoshta ka pritur. Në atë kohë në Paris ajo ishte 39 vjeç. Violet Kennedy, një misionare në Korç, i shkruan donte t'i bënte një mblesëri. I shkruan për vëllain e një shoq, ishte vëllai i grua së Themistokli Gërmenjit. Ajo thot, ai është një njeri e mirë, unë e di, por më duket unë pas kësha lindur për të qenë burr. Edhe unë besoj që ajo ka pasur histori, ka pasur pasione. Ajo nis në atë kohë të shkruajë në anije, me anijen që e merret çon nga New Yorku për në Paris, një novel, Anija Deti quhet, dhe ajo tregon aty pikërisht momentin që ato largohen nga Korça për shkak të luftës ballkanike. Dhe ja flet për zotin X aty, me cilën mezi po ndahet për të dalë nga Korça. Dhe unë pyesja veten, kjo ka pasur një histori të tillë? Kush ka qenë ky zoti X? Zoti X, I cili e ka dashur atë dhe ajo ka dashur nga ana e vet. Apo është thjesht një personazh, siç mund të krijohen personazhet për ta bërë më të bukur një tregim edhe një novel. Historia me Gramenon në anije, domethënë që ai deklarohet asaj që e donte prej vitesh, dhe ajo që refuzon dashurinë e Gramenos, unë po e them për herë të parë këtë gjë. Për mua ishin befasi, domethënë përfituron një njeri
të rritur, të shkolluar me historinë e burrave të virtytshëm shqiptarë dhe pastaj ajo në ditar që i tregon këta personalitetet si njerëz. Unë besoj që isha gati në 2010 për ta lexuar këtë histori të saj të rrëfyer në mënyrë kaq njerëzore, pasi e zhvesha veten time nga gjithë dija e shkollës sime që kisha marrë. Duke që admiron atë figurë, është heroina jote. Po, mendoj. Domethënë të dyja gratë janë heroina. Ka pasur momente të veçanta. Se kanë thënë edhe një vlerë të çmuar sa i përket dhe arsimit shqiptar, përveç të tjerave. Unë mendoj që duke lexuar historitë e atyre muajve të saj në Paris, duke treguar ajo në jetën e saj, unë kam gjetur veten duke kujtuar historitë e vogla të ditës së saj, e duke thënë vetes, po edhe parashivia kaloi këtë gjë. Hajt, forca tani. Aq shumë u bë pjesë e jotja parashivia. Kishte momente që ajo nga debatet e delegacioneve shqiptare, se ishin të paktën 4 delegacione shqiptare. Ajo dilte nga mbledhjet me dhimbje koke. Dhimbje koke të përditshme. Dhe pastaj kthehesh dhe mallkonte. E pastaj shkonte në kinema. E pastaj shkonte për të bërë shopping. Dhe pastaj dilte për të vizituar Parisin. Për një njerëz si unë që ishte kushtuar librave dhe studimeve, shumë pak e kisha menduar që jeta është ajo që e fuqizon kërkimi shkencor, ose e fuqizon. Kur je në të 20-ta, nuk lodhesh. Kur je edhe në të 30-ta nuk lodhesh, por kur vjen në të 40-ta pastaj ti e kupton që vetëm puna shkencore ose vetëm përkushtimi vjen një moment edhe të kthej në një person të ngurtë ose në një person që i shter energjia. Dhe unë aty kuptova, po kështu fuqizohet gruaja. Duke bërë shumë gjëra. Dhe duke kujdesur për vetveten, për teatr, për kulturë, për filma, po shkon në kinema, për ta kultivuar veten, pse jo? Për ta ngarkuar nga ajo ditë që ajo thoshte mbledhjet delegacioneve shqiptare me dhimbje koke, kishte nevojë edhe për të fryer apo jo? Dhe ajo ka ditur ta shijojë jetën në atë kohë. Dhe në atë kohë në Paris ajo fillon të mësojë frëngjishten. Përfitironi 39 vjeç një grua që shkon në Paris, dinte anglisht shumë mirë, dinte bulgarisht, dinte turqisht, dinte greqisht, domethënë ishte një grua poliglote dhe vendos të mësojë frëngjisht. Edhe fillon edhe merr një metodë dhe mëson edhe frëngjisht. Domethënë përfitironi pak një grua 39 vjeç. Nuk e di sa gra 39 vjeç janë zgjuar tash në këtë orë dhe janë duke bërë ndoshta vetëm atë përditshmërinë e tyre dhe mendojnë që se përballen shpesh me gra të tilla. Kjo koka ime nuk fut më asnjë gjë në kokë, domethënë. Jam e lodhur. Jo. 39 vjeç mësosh një gjuhë të huaj. Duhet të ndrosh. Sigurisht. Edhe sidomos pas mesnat. Po. Në fakt, Teuta, ju edhe Sevastin e keni përshfaqur shumë mirë. Patjetër. Si mund të mi dash, si dy anë të një medalje, çfarë të veçante ka njëra dhe tjetra, dhe cilat i bashkonte dhe i ndante këto dy motra? Se gjithmonë themi, mund të kemi motra, po jemi edhe të ngjashme, po dhe shpesh ndryshojmë, sepse janë personalitete të ndryshme. Sevastia ishte mendja, parashivia është krahu, e kam thënë në libër, domethënë idetë ishin të Sevastisë. Sevastia ishte një lidere, domethënë një udhëheqëse shumë e mirë, domethënë ajo përfituroni pak filmin Mësojnëtorja, Dafina, Sevastia, vjen në një qytet i cili që ka dhënë jetë Rozana Agnosti. Sigur, po, një film shumë i bukur. Unë sa herë që edhe unë kam shumë i prezantoj këto dy gra, për shumë isha në Vlorë, me gjimnazist Ali Demit, nuk ishin dëgjuar për Sevastin dhe Parashivin. Dhe thash, po filmin Mësojnëtorja keni parë, po, dhe thash, ajo histori tregon pikërisht këtë. Dhe përfituroni pak e vetme në mes të gjithë qytetit. Dhe ajo grua, kjo grua, ja Sevastia, këtu kemi në ditën e saj të diplomimit. Shumë elegant. Po, a kapela e saj, veshja e saj, i bastuni. Gjithçka. Dorezat në dorë. Ajo grua ishte drejtoresha e parë, mësuesja e parë, domethënë, dhe jo vetëm kaq, ajo ishte gruaja që i mbante ato vajzat në shkollë si një nënë, domethënë, edhe ishte ata që kanë lexuar librin Jeta ime, mund të kujtojnë diçka. Ishte vetëm 20 vjeç kur kjo vajzë e vetme në Stamboll, shqiptare, që jetonte sigurisht në shoqëri. Kishte njerëz, miq, shok atje.
vendos të hy e veshur si burr në një burg burrash për të takuar Koto Hoxhin. Kur ne dëgjojmë këtë histori, ndoshta kemi dëgjuar, na duket si një ngjarje patriotike, po përfituroni pak të hysh, të bësh këtë gjë, 20 vjeç. Aq sypatrembur ishte ajo. Dhe parashqivia sigurisht e dinte se sa sypatrembur ishte Sevastia. Dhe këto gra duket që kanë pasur modele dhe shembuj shumë të fortë në kokën e tyre, që unë dyshoj se kanë qenë shqiptare, edhe pse nëna e tyre, Maria, ishte një grua e fortë. Ajo përshkrua në jetën e saj që Maria kishte revolver në shtëpi, edhe në një moment ajo ishte kohë e trazirave në manastir, bie dera, Maria merr revolverin dhe shkon. Pra, ishte mësuar me gra të forta. Pse thua dyshoj që janë shqiptare? Mos ta hiq të ku gratë. Kishte intelektuale në atë kohë, Leontina? Gratë shkolluara. Ishin këto gratë e shkolluara. Pra, më kupton një grua që te kaloi, Sevastia ishte e para, që te kaloi skemat mendore të grave shqiptare. Pa dyshim. Modelet shoqërore të grave shqiptare. Domethënë ato e dinin që po ishin pionieret të parat të emancipimit të gruas. Jo vetëm kaq, por ato kanë bërë gjëra të para dhe për një burr. Se për shembull Sevastia themeloi një parti në Amerikë. Partinë politike, edhe ishte kryetare e parë. Domethënë gjëra që mos harrojmë se vërtet shkolla u hap në vitin 1891, por shkolla të cilën ne festojmë në 7 mars e hapur disa vite përpara, nuk e pati jetë gjatësinë e shkollës së Vashave. Kështu që mund ta përfiturojmë që ajo ishte gruaja ose më mirë shqiptari i parë që mbajti hapur një shkollë, ja doli gjente financime, se ndonjëherë ne mendojmë që ishte thjesht ta mbajë shkollën hapur, jo duheshin para. Do jetonin ata njerëz, do hanin, do pinin, do botonin libra, dhe ajo ishte mësuesja, por ajo paguante edhe mësuesit të tjerë në shkollë, Fanka Efthimi, një bullgare, që erdhi të punonte aty, e plot të tjerë. Pra, përfituroni pak të gjeje parat, të bëje bashkë ai shumë njerëz, të bëje libra, të bëje, pra, kush burr shqiptar bënte në atë kohë? Pra, Sevastia ishte, le të themi, mësonjësja e parë, por edhe një shembull shumë i mirë për të marrë dhe sot, apo jo? Dhe kur them krahu, po, ja Sevastia këtu në fotografi, një grua shtatshkurtër e vogël, po me energji të pashoqe. Të jashtëzakonshme, parashqivia dhe ajo, duket një simëndshër. Vërtet thu krah, se mbështeti. Po. Sepse u kujdeste për fëmijët e saj, por në të vërtetë edhe parashqivia, një grua shumë e emancipuar, një grua me një vizion që te i kalonte mendjen e kohës. Sigurisht. Domethënë ajo ishte, ja kemi parashqivin këtu në kopertinë tani. Dhe ajo ndryshe për shembull nga e motra, parashqivisi pëlqenin artet. Po. Edhe pse Sevastia ishte një, siç thash, shkrimtare shumë e mirë, edhe ajo pëlqente lehtësinë, por parashqivisi pëlqenin artet dhe pak njerëz e dinë që këngën e alfabetit e ka kompozuar edhe ka krijuar Parashqivia. Shqipëria dhe i dashur. Ajo vuri në skenë dramën Wilhelm Telli në Korçë. Teatri i parë në Korçë. Përfituroni regjizore, aktore, Parashqivia. Kanë te i kaluar çdo lloj. Pra më kuptoni kur them çdo model. Dhe vërtet modele për të ndjekur. Nëse ne kur rritemi kemi në mendje fillimisht nënat tona dhe pastaj gratë të tjera që na duken. Këto do kenë patur mendje shumë të. Unë besoj gra amerikane. Unë mendoj që profesoreshat e kolegjit të tyre ishin gra doktore shkencash. Që i kanë frymzuar dhe i kanë pas mus që të dyja. Sigurisht. Mary Mills, që drejtonte shkollën amerikane të misionarëve në manastir, ku këto të dyja u shkolluan, ishte një grua që drejtonte një shkollë, drejtonte një komunitet, drejtonte Sevastia me Kristo Dakon. Dhe unë besoj që këto gra kanë dashur të bëhen si këto gra. Pra, unë desha të them nënave që na dëgjojnë në këtë moment, mos jenë xheloze nëse vajzat e tyre nuk duan të jenë si to, por si ca gra të tjera me më shumë pushtet, sepse vajzat e tyre ka nevojë për heroina me ambicie të mëdha dhe ndoshta që dalin jashtë kontekstit shqiptar. Edhe vërtet, janë frymëzim për çdo kënd. Unë besoj që modelet e saj kanë qenë modele ndoshta jo të realitetit shqiptar. Por ne për këtë kemi nevojë, për të pasur vizione për te realitetit tonë. Dhe gratë kanë fuqi ta bëjnë? Plotësisht, sepse gratë kanë ëndra të mëdha. Kanë shumë ëndra të paralizuara, apo besoj që kanë ëndra shumë të mëdha.
Dhe kjo e bën më së miri. Kjo ishte pjesa e parë që ja dedikuam këtyre dy grave, të cilat vërtet kanë dhënë kontribut të çmuar për arsimin Sevastia, ne dim gjithë mësoni ju si e parë, gjithashtu dhe Parashevia një mendje, ju e quani krahu dhe të dyja së bashku kanë një vlerë shumë të madhe për çdo grua dhe frymëzim për çdo vajzë dhe sot. Në pjesën e dytë do të ndalem tek dy projekte shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë për gjuhën shqipe, për ato çfarë ti e ke fort për zemër, është fjalori dhe enciklopedia. Fillimisht do ndalohem te fjalori. Ju ftoj të ndjekim një kronik ku është përfshirë edhe një lloj debati që ka patur mes gjuhëtarëve edhe të brezave të ndryshëm, çka do na shpjegoni dhe ju se në këtë hartim janë gjuhëtarë nga Shqipëria, Kosova, por që janë të brezave të ndryshme. Kemi Jani Thomajin që ka qenë hartues në 80-ën, profesor Jani Thomaj, i nderuar që Leksikografin më i madh, mund të themi. Profesor Valter Memisha, gjithashtu specialist i leksikografi, sekretar. Ndjekim pak një kronik që ka të bëjë me debatin e fjalorit të gjuhës shqipe, i cili tashmë është drejt fundit dhe këtë vit do dalë, besoj. Do të jetë, besoj, gati për publikun. Se kështu e keni thënë. Në rrugë elektronike. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi për biseduar. 44 vite pas, 4 vite punë e 55 gjuhëtar u angazhuan për hartimin e draftit të fjalorit të madh të gjuhës shqipe. Vepra më madhe leksikografike përmban 125.000 fjalë, sipas drejtuesit të projektit dhe redaktorit Valter Memisha. Po i referojmë tabelës. Po. Ne kishim menduar rreth 90.000 fjalë. Po. Tani kemi 103.000 fjalë tituj. Po të llogarisim dhe rreth 3.500 fjalë që janë të fshehura, ato markohen me të tilla, si mb, si mbiemër, si en. Këto quhen të fshehura. Të fshehura, pra arsye se nuk dalin në fjalë tituj. Ato janë brenda strukturës kuptimore të fjalës. Kishim planifikuar 10.000 njësi frazeologjike, siç u thash. U përzgjodhën 12.500 njësi frazeologjike. Nuk kishim parashikuar që të futej në fjalor si një lagje më vete, si një blok më vete, shprehje të pa asimiluara. Por shumë modus vivendi, apo skriptamanent, verba volant, shkrimi me fjalët imerera të tjera. Pra ka shprehje nga latinishtja në përgjithësi, po mund të ketë nga italishtja, mund të ketë nga frëngjishtja, mund të ketë nga anglishtja e tjera. Debati për fjalorin ka nisë ende pa parë dritën e botimit. Leksikografi Xhevat Lloshi, i cili ka qenë pjesë e hartimit të fjalorit të 1980-s, prej ku është mbështetur edhe fjalori i ri shqipes, e cilëson propagandë, numrin e fjalëve, krahasimin e bën me frëngjishtën. Çfarë do të thotë, po marrë një shifër që qarkullon 120.000 fjalë të shqipes? 125. E ka deklaruar redaktori. Po them pra 120.000. Me gjithmonë besoni ju që ka Shqipja 125.000 fjalë? Shikoni këtu, edhe një gjuhë ka qelëvruar si frëngjishtja, ka 30-35.000 fjalë. Gjithë pjesa tjetër janë terma. Gabimi i fjalorit sipas Lloshit është para se të lindë. Hartimi i fjalësit duhet që të bëhej pasi fjalët e reja dhe huazimet të njësoheshin institucionalisht. Shkelja e këtij parimi e pengoi gjuhëtarin që të ishte pjesë e grupit të punës. E quajta që në fillim të gabuar mënyrën se si nuk mund të bëhet fjalori pa përcaktuar trajtat e fjalëve. Nuk janë përcaktuar në fillim? Dhe trajtat e fjalëve përcaktohen sipas drejtshkrimit. Dhe atëherë duheshin bërë amendamentet e drejtshkrimit, duhet bërë një fjalor drejtshkrimor prej rreth 80.000 fjalësh, dhe pastaj këto fjalë të përfshihen në fjalor dhe të shpjegohen. E kuptoj. Domethënë, kjo etapë e domosdoshme nuk është arritur. Atëherë s'kam se si të pres për rezultate pozitive duke u hequr pjesa themelore. Mos ta paragjykojmë përpara se dalin. Fjalori i ri i shqipes aktualisht është në fazën e konsultimit shkencor. Më pas do jetë në platformën online për të vjelur mendimet e përdoruesve të shqipes. Si vepër, shet dritën e botimit deri në mes të vitit 2025. Teuta, ju jeni dhe redaktore e fjalorit. Po, ndër hartuesit jam hartuese e fjalëve që fillojnë me shkronjën ç, shkronjën dh dhe shkronjën e, dhe hartimi i shkronjave ka mbaruar, pikërisht në ditën e gjuhës shqipe, u dha ky lajm. Tani ne jemi në fazën e redaktimit. Domethënë ne jemi duke marrë tani shkronjat e njëri tjetrit. Unë kam filluar të redaktoj shkronjën B, të hartuar nga profesor Dr. Alia Shari, leksikograf me shumë përvojë, dhe unë nis punën me të sepse kam çmësoj dhe nga profesor Alia Shari. Unë gjej rastin këtu që
këtë ju, numri fjalëve, me qenë se profesor. Të falenderoj pak akademi, sepse ka bashkuar gjuhtar të brezit të rinj dhe të brezit të vjetër. E thashë në fillim, janë gjithë brezat bashkë. Dhe ne kemi mundësi të mësojmë diçka të cilën e kemi ëndër ta kishim mësuar, domethënë teknikën leksikografike të hartimit fjalëve. Tani desha ti përgjigjem dhe profesor Gjevatos. Cilën e çmoj shumë, dhe kam mësuar shumë prej tij. Dhe prej librit të cilin ju e dorët fjalorin. Për dy fjalor, po. Pak a shumë ai kritikon gjithë fjalorët e hartuar. Po. Unë e them, domethënë ja them dhe studentëve, fjalor i gjuhës shqipe dhe fjalor i shqipes që shqiptarët po përdorin. Nëse ne do të flasim për fjalorin e gjuhës shqipe, profesor Gjevati është duke folur për ato fjalë të cilat shqipja i ka të veta dhe fjalët e reja që janë prodhuar po nga ky fond i shqipes. Dhe profesor Gjevati përjashtoi terminologjinë aty dhe nuk e konsideroi se janë pjesë shqipes. Këtu janë dy pikpamje të ndryshme. Pra, çfarë mendon profesor Gjevati se është gjuhë shqipe dhe çfarë mendon le të themi redaksia fjalore që është gjuhë shqipe. Atëherë ku ndaheni? T'jap një shembull të thjeshtë. Unë kam futur në fjalor fjalën çokokrem. Nuk ekzistonte në fjalorët e pararendës. Nuk është se ishte jo dakord për këtë. Ai thotë që duhet ishte bërë fillimisht një fjalor 80.000 fjalësh. Kjo është një çështje e dytë, do ta marr me radhë. Pra duhet sqaruar ky koncept. Çokokrem është një fjalë shqipes, po. Përderisa përdoret masivisht. Nuk është një term, po përdoret masivisht, nuk ishte në fjalor. Atëherë do të futet. Fjala ecejake është krijuar një fjalë tani këto kohë për një objekt si një elek që mbajnë prindrit për një fëmijë që sapo është ngritur në këmbë në mënyrë që fëmia të mos. Po, e vërtet. Është një fjalë shqipes. Ecejake. Nëse fjala ecejake është krijuar nga brumi i shqipes dhe për profesor Gjevatin kjo është fjalë shqipes, fjala çokokrem nuk është krijuar prej brumit shqipes. Apo jo? Çokoladë është një fjalë e huaj, e huazuar dhe krem gjithashtu. Por e ka dhënë një çokokrem. Nuk është emër që është krijuar në Shqipëri, është një produkt që ka ardhur në Shqipëri, edhe pse unë pash në korpuset elektronike në cilat punohet tani për fjalorin, fjala përdoret shumë tek shqiptarët, jo aq tek maqedonasit, që e prodhojnë dhe që na e kanë sjell, jo aq tek popujt e tjerë që janë kufi me ne, ndoshta grekët, por është një fjalë jona dhe ka krijuar, domethënë është lakuar, zgjedhuar. Patjetër që unë në fjalorën kam futur dhe fjalën eufori. Kam futur madje dhe fjalën eksterier. Sepse sot themi për sa i përket arredimit të shtëpisë. Patjetër, domethënë ka arkitekt që merren me eksterierin edhe interier. Dhe me interierin. Është një fjalë shqipes eksterier, është një term ndërkombëtar. Por është një fjalë që po e përdorin shqiptarët. Dhe shqiptarët po e lakojnë eksterierin, eksterierit e të tjera si këta. Kuptoj. Pra, numri fjalëve sipas jush është 125.000 fjalë. Shqipja është pasuruar. Është pasuruar. Shqipja është pasuruar me fjalë. Me fjalë të reja, nga brumi shqipes, por dhe me huazime. Edhe me terminologji, patjetër. Fjalë të cilat kanë hyrë në Shqipe. Pra, fjalori përmban 125.000 fjalë? Të t'jap edhe një shembull tjetër, sigurisht për të patjetër që përmban. Nuk është e egzageruar, nuk është propagandë siç thotë Gjevadoshi. Jo, do t'jap shembull. Domethënë, shkronja ç, që është një shkronjë që unë them tipike shqiptare. E vërtet. Ç-ja mungon, ç-ja ka prodhuar aq shumë fjalë, sepse ç-ja është një parashtesë që krijon antonime. Organizoj që organizoj. Po. Pas viteve 90 janë krijuar aq shumë fjalë. Çinsektizimi. Pikërisht në kohët e Covidit, në kohët e ose çintoksikim për detoksifikimin, detoksin. Domethënë nuk do të futet në fjalor kjo, patjetër që do të hyjë në fjalor kjo. Është term, ose është term njerëzit e përdorin. Pra më kupton ku jemi duke folur për dy botkuptime ose le të themi dy pikpamje të ndryshme për atë që është gjuhë shqipe dhe çfarë është edhe fjalë të huazuara. Një shembull tjetër, Trekani është fjalori më i madh online që përdoret në italisht. Këtë vit Trekani futi në fjalor fjalën delulu. Është një fjalë shkurtimi fjalës deluzione në italisht, dhe që adoleshentët, për të bërë shaka me njëri tjetrin, dhe tani këtu në Shqipëri përdorin, thonë, jam në delulu, jam në një gjendje delulu. E ka futur Trekani, pse? E përdorin të rinjt, e përdorin të rejat. Kjo nuk është një fjalë italishtes, por është një fjalë italianëve. Pra, ka një qasë. Këtë parim kemi ndjekur dhe në fjalor, pra fjalë që përdoren nga shqipfolësit. Shqipfolësit, por që janë fjalë, sigurisht nuk janë fjalë që kanë hyrë
këtë vitin e fundit, por që janë përdorur masivisht. Po janë fjalë që përdoren masivisht, janë fjalë që gjenë korpus elektronik, fjalë që lakohen edhe zgjedhohen, pra janë pjesë e paradigmave, siç edhe unë shpjegova, dhe janë fjalë që kanë krijuar familjen e tyre, pra kanë marrë parashtesa, prapashtesa, pra nga kjo pikpamje, unë vetë si hartuese, po besoj edhe plot të tjerë, kemi pasur këtë pikpamje që asnjë i ri dhe e re që dëgjon një fjalë që përdoret masivisht, të mos hynë fjallor dhe të mos e gjej këtë fjallë. Ky duhet jetë fjallor shqiptar. Pra ka qenë një parim që çdo fjalë, që ka një gjerësi përdorimi, do të jetë që instaloj, për shembull, aplikacionin e kompjuterit. Pa fjala aplikacion duhet jetë në fjallor? Patjetër. Përderisa përdoret në mënyrë masive. Dakord. Që instaloj ishte, profesori kishte edhe një merak. Po, dhe çështjen e formave gramatikore, nëse mund ta shpjegoj. Po, edhe format gramatikore, patjetër. 2 metodologji të ndryshme për hartimin e fjalorit. Ku mund të, domethënë, rregullat e drejtshkrimit të gjuhës shqipe nuk janë ribotuar, nuk janë ripunuar pas 1972-shit. Ndërkohë shqipja ka ndryshuar, është zgjeruar, është pasuruar, është ku do ta gjejnë njerëzit formën e drejtë shkruar. Forma e drejtë shkruar do t'jetë duke rishkruar rregullat e drejtë shkrimit, duke bërë rregullat e drejtë shkrimit, ose duke krijuar grupin e studiuesve të gjuhëtarëve të cilët e standardizojnë fjalën e re që hyn në shqipe. Ka ndodhur kjo? Kjo është pikpamja po. Pra, ndërkohë që fjala hyn në fjalor, e ke futur në fjalor çoko krem, unë e standardizoj atë po. Ka miratimin e gjuhëtarëve, shkencëtarëve dhe pastaj është futur këtu. Sepse ai kishte këtë merak, thoshte fillimisht të krijohej një fjalor gramatikor se si duhet hyn këto fjalë. Fjalori drejtshkrimor. Pra, ti krijon një listë fjalë, ne quajmë lista e fjalësit. Po. Fjalësi. Dhe kjo ishte faza e parë e hartimit fjalorit. Në vitin e parë ne jemi marrë me hartimin e fjalësit. Vetëm me këtë. Me hartimin e fjalësit, fjalësi lista e fjalëve. Sepse ai tha unë kam refuzuar sepse ka qenë hap i gabuar që në nisje, nëse e pe. Ja ta shpjegoj. Domethënë fillimisht është kërkuar hartimi i fjalësit, edhe secili për nesh ka hartuar fjalësin për shkronjat e veta. Dhe hartimi i fjalësit ishte që duhet kishte të paktën 2 fishin e fjalësit që duhet nga fjalori vitit 1980, pra sepse realiteti ky pritej të ishte, domethënë me intuitën e studiuesve të gjuhës, pritej që pas 90-s shqipja që u hap, kultura u hap, duhet ishte 2 fishuar, le të themi leksiku, tërësia e fjalëve, dhe kjo na u kërkua që të shkojmë deri në 2 fishim. Në disa shkronja unë jam në 2 fishim, madje në 3 fishimin e pasurisë leksikore, si shpjegova çoja ka dhënë shumë fjalë. Pra, nuk vot në mënyrë të detyrueshme, por që është pasuruar në mënyrë natyrale, apo jo, pas forco, pas artifice. Shkronja si p-ja dhe m-ja janë edhe më shumë se kaq, se p-ja ka shumë mbiemra me i pa që ka krijuar shumë, ose me mos, me... Pra, më kupton, janë mjetet gramatikore të shqipes, ose me ri, me parashtesat, me prapashtesat. Në momentin që ne e krijuam fjalësin pastaj, profesor Gjevati thoshte që pikërisht aty tani, me fjalësin, duhet krijoj grupi i standardizuesve, gramatikanëve, për të vendosur cilat janë format e sakta gramatikore. Ky proces nuk u bë prej një grupi të ngushtë gramatikanësh, morfologësh, por ju dha mundësia që gjithë secilit mua, për shembull, me dijen që kam gramatikore, unë kam 20 vjet që jap drejtshkrim, 30 vjet që jap, 20 vjet që jap drejtshkrim, 30 vjet që redaktoj. Unë kam dijen ortografike, gramatikore, normativizuese për të dalluar cila është forma që është dhe si duhet drejtshkruar, fjala e re nga pikpamja, ajo që ka hyrë, sepse fjalët e vjetra janë... Në fakt, te uta edhe ne kemi gabime edhe në titra dhe në gjëra, sepse nuk e kemi vërtet standardizuar, shpesh e bëjmë me vesh. Po, por ne që merremi me këtë punë dhe që paguhemi për këtë punë... A duhet kjo gjë TV? Besoj në fund të këtij viti, po, në fund të këtij viti... TV të gjithëve kjo gjë, se si duhet e vërtet, sepse shpesh a bëhet me vesh sot? Fjalët që nuk kanë hyrë akoma në standardizim. Patjetër, në fund të këtij viti... Dikush e bën me i, dikush e bën me jo, dikush po flasim fjalë të tjera. Sot që kishim në klasë një diskutim. Janë disa bluza që quhen udi. Po. Janë ato bluzat me kapuç. Nuk ka fjalë për të në shqipe. Po, edhe vajza ime ma ka para 3 ditësh më tha, më jep atë bluzën udi, që është kjo me kapuç. Edhe nuk ekziston fjalor kjo fjalë. Si do bëjmë ne? Tani si po të shpjegoj se si gjykon gjuhëtari dhe çfarë diskutova unë me studentët. Ka një rregull të drejtshkrimit që thotë fjalët që kanë hyrë pas 1912-s në gjuhën shqipe respektojnë formën e tyre të shkruar. Do thot me WCMI certifikat. Fjala në anglisht shkruhet H-O-O-D-I-E. Po. Hoodie. Hoodie. Pra ka H. Dhe unë i thash studentëve të mi fjala duhet shkruar hoodie me H. Me H do shkruajmë ne? Me H, jo udi. Do e fusim si fjalë? Sepse H-ja hoodie dhe në
në anglishte, fjala ishte, do të thoshte kapuç, se ne u përpoqëm kuptojmë pak. E gjithë gjëja është bluz me kapuç, hudi. Është shumë trend, i tani shumë i fëmijëve. Në fjalor nuk është. A është një fjalë që duhet futur në fjalor? Pikërisht, unë mendoj që po. Më besoj pas 10 vitesh. Pas 10 vitesh besoj hudit me h do t'i vi radha që t'hy në fjalor, sepse ka një përhapje shumë të gjerë. Masive. Njësoj si do të ketë fjala bluz, sepse fjala bluz nuk është fjala shqipes. Është një fjalë e huazuar, ka hyrë në shqipe. Pra si gjykon gjuhtari, dhe unë jam leksikografi, dhe unë e fus në fjalor, dhe pas 10 vitesh, kur t'i vi radha, ndoshta edhe tani, në një koleg që ka hënë, e fut në fjalor hudin, dhe ashtu fjala standardizohet. Pra shkruhet në fjalor kështu do të shkruhet. Këtë duam ne të dimë, se si duhet të jetë masivisht të shkruar. Jo dikush ta shkruaj me h, dikush ta shkruaj me u. Prandaj duhet fjalore. Dhe prandaj fjalori duhet të ketë aq shumë fjalë. Këtë kërkon të dhe profesori, të ketë një standardizim të fjalësve huaj që ne e ka pranuar shqipja dhe kjo gjë të jetë në të njëjtën trajt. Pra mos të dalë në një strish x ndryshe, diku me h, diku me u. Dhe tani që unë po flas me ty Leontina dhe njerëzit që janë duke dëgjuar tani, unë jam e bindur që pjesa më e madhe e tyre tani do ta shkruajnë fjalën me h. Hudi. Këtë duam të bëjmë. E gjinisë mashkullore, sepse mbaron sa do ndihmoj ky fjalor për të standardizuar këtë fjalë? Mbaron është gjinisë mashkullore, do të largohet hudit i e hudin, hudit i e hudit, hudin në kallëzore. Pra unë sapo e standardizova me ty këtë fjalë. Ky është procesi. Ky proces keni ndjekur? Po, edhe kështu standardizohet, pra gjuhtari gjen rregullin, e aplikon atë, e zbaton. Edhe kështu ndodh sa përqind fjalëve të tipit të tillë të huazuara janë standardizuar në këtë fjalor? Nëse mund të themi me përgjigje. Nuk mund të përgjigjem me saktësi për statistika, po me intuitën time mund të them që çdo huazim në shqipe që ka hyrë gjerësisht është standardizuar sipas rregullave të shqip. Për shembull, përmenda rastin e eksterier, nuk do të shkruhet me j, por do të shkruhet me i, sepse ka një rregull të drejtshkrimit për fjalët e huaja, të cilat shkruhen me grupin e zanoreve, sepse në fundit nuk ka j në gjuhët e tjera. Pra, keni ndjekur disa rregulla ekzistuese për standardizimin? Rregullat e drejtshkrimit të vitit 1972 janë më se të mjaftueshme për të standardizuar çdo huazim dhe fjalë të huaj që vjen në shqipe. Ka nevojë të rishihet në një prej tyre, rregullave, se kanë kaluar shumë vite? Unë kam 20 e ca vite që jap drejtshkrimin dhe nuk në rregullat e drejtshkrimit duhet kemi parasysh diçka. Ka rregulla për drejtshkrimin që kanë lidhje me raportin gjuhë folur gjuhë shkruar, zanoret dhe kanë bëjnë me rregulla gramatikore. Me përjashtim të shkronjës së madhe, që ka për shembull rregullat e shkronjës së madhe përpara viteve 90 nuk lejonin emërtimet e festave fetare, disa emra politik. Unë edhe me përjashtim të disa korrektimeve të vogla, të gjitha rregullat e drejtshkrimit qëndrojnë dhe sot e kësaj dite. Qëndrojnë mirë. Qëndrojnë dhe sot e kësaj dite sepse ata jemi duke folur për standardin. Patjetër. Për gjuhën e shkruar, edhe sepse të folurit ka një liri tjetër. Sigurisht kjo që unë po flas tani mbështetet mbi gjuhën e folur. Të dyja së bashku? Mbi gjuhën e shkruar, standardin po. Por kemi parasysh që drejtshkrimi që ne thrasim, domethënë, pastaj standardi ka rregulla për shkrimin e fjalëve. Dhe shkrimi ka natyrë konservative, pra duhet të ndryshojë sa më pak. Sepse nëse kur një lexues lexon dhe një fjalë, vetëm një fjalë është e re për të, ai ndalon, kthehet, e kam kuptuar, se kam kuptuar, ose kur një fjalë nuk është shkruar ashtu si duhet shkruar zakonisht dhe si syri e ka fotografuar, ai prap kthehet. Kush do donte të ndalonte? Dhe kur ti do të shikosh. Që të ndrohen shpesh. Kodin. Anglezët e kanë standardizuar anglishtën 1600 dhe nuk e kthejnë më pse, sepse ata nuk duan të krijojnë hendeqe në kulturën e tyre të shkruar. Kuptoj. Në momentin që ti fillon të ndryshon kodin tënd të shkruar, kadareja nuk do të lexohet më si që lexohet tani me aq lehtësi. Pa ka nevojë të shihet standardi. Si Jornin Derada. Jo rregullat e standardin vetvete, ka nevojë të rishihet? Standardi ka nevojë, e ke fjalën për rregullat e drejtshkrimit apo për standardin si gjuhë? Jo, ai pasurohet. Domethënë standardi sot, shqipja ekziston me variante. Për shembull, dialektet. Geg-tosk, po. Dialekti geg, dialekti tosk, ekziston me variante të ne i quajmë gjuhët sektoriale, varianta për shembull të folurin e moratorëve, e kuptoj, po. Inxhinierëve, pra
do më stilet e ndryshme, sociolektet gjithashtu janë, të folmet e studentëve, të folmet e... Edhe standardi është varianti më i përdorur sot. Mund të them se është ai oktapodi që ka përshkruar pjesën më të madhe të aspekteve të jetës. Ai ka nevojë të pasurohet dhe ai pasurohet. Unë mendoj që ai është në gjendje që të, si puna e inteligjencës artificiale, të vetë përmirësohet. Sot, për shkak të lirisë që folësit kanë edhe shkolla, shteti, mediat, kultura, globalizimi bënd vetën, ai standardi është duke u vetë përmirësuar, duke u vetë pasuruar, dhe e vetëmja punë e studiuesit të gjuhës është ajo që pasuron leksikun edhe mbi bazën atyre rregullave të 972-shit i jep publikut format të standardizuara, pra format ashtu si duhet të përdoren nga pikpamja gramatikore. Se quajnë ndonjëherë shumë të vështirë për të ndërhyrë standard. Unë mendoj që ata gjuhtarë që e kopsitën në 972-shin, imi duke folur për Mahir Domine, Qem Qabej, Androkliko Stallar, Aleksandr Gjovani, ata krijuar një sistem aq koherent, sa 35 vite pas 90-s dhe ku diskutohet vazhdimisht për ndryshimin, nuk ka dalë një grup gjuhtarësh të krijojë një sistem tjetër rregullash. Më kuptoni? Sepse ka pasur gjuhtarë cilët e kanë kundërshtuar. Nuk duhet përmend emra këtu, të cilët kanë konsideruar si një organizëm politik, si një krijesë politike. Patjetër që është. Standardi është gjuha e shtetit. Shteti është një organ politik. Por nuk doli askush që të krijonte një grup rregullash. Po. Nuk patën fuqi? Mendor? Patjetër, sepse... Intelektuale? Patjetër, shkencore. Shkencore? Po, krijoni një grup, duhet krijuar, por sepse thash, është një sistem koherent, është një sistem që respekton sistemi gramatikor të shqipes, nuk mund të them në të gjitha rastet. Në të gjitha rastet nuk mund ta them këtë gjë, por në pjesë, sepse në fundit është një vegël njerëzore, dhe çdo vegël njerëzore ka papërsoshmërinë, por ka qenë vegla më e mirë e mundshme e krijuar deri më tani. Në atë kohë. Okej. Aq e mirë sa nuk ka dalë askush të krijojë një sistem tjetër, më të thjeshtë, më të përshtatshëm. Dakor. Dhe që të ketë përhapje kaq të madhe. Ndërkohë, Teuta, do të ndalojmë të tek pjesa e fjalorit në gjendjen e sotme. Jeni pranë në redaktimin e tij. Ka patur konsulencë edhe me gjuhtarë të brendshëm. Vazhdimisht. Vazhdon të konsultohet brenda WhatsAppit, në takimet që bëjmë, se tani ka dhe grupet WhatsAppit, ne diskutojmë për gjëra nga më të voglat. Edhe për gjërat nga më të mëdha. Kuptoj. Pra, nuk është një punë që po bëhet vetëm nga një njeri. Do ketë konsulte edhe me përdoruesit e gjuhës shqipe? Patjetër, shiko, në momentin që... Kur tjetë online? Patjetër, në momentin që do mbaroj redaktimin... Shiko, në momentin që do mbaroj redaktimin, dhe mos harroni se redaktimin është i vështirë, vetëm shkronja BK 430 ca faqe. E kam fjalën kur pritet që të jetë varianti elektronik? Domethënë që mund të aksesohet nga publiku, si mund ta themi, që mund të përdoret. Që të përdoret nga përdoruesit e shqipes që e presin, edhe për ta kritikuar. Aksesim, brenda akseson, brenda ke edhe përdorimin e internetit, se përdorimi, çdo të përdorimi, shko merr vetëm libër, pra kur ti thu, pra ti hyn në internet edhe hap fjaloren. Do e bëni këtë pasi ti konsultuar dhe me përdoruesit e gjuhës shqipe anë kënd ku janë? Shiko çfarë mendoj unë, domethënë. Kur unë kam hartuar fjalësin e shkronjës, domethënë unë vetë, si çdo hartues fjale, domethënë fjalori ka pasur shkronje, ka pasur në dorë mbi 30-40 fjalor që janë botuar, dhe që do të thotë fjalor të trevave nga më të ndryshme, dhe që do të thotë se është mbledhur pasuria thuajse pjesës më të madhe të shqiptarëve, po, patjetër. Pavarësisht nga kjo, domethënë në momentin që fjalori do t'jetë i aksesueshëm për publikun, ai do t'jetë i qortueshëm, i korrigjueshëm, sepse ti tashmë je në rrugë elektronike dhe në momentin që do vinë vërejtjet, do i reflektoni për ti reguluar nëse ka diskutime? Do diskutohen, do vërejhen dhe nëse janë të drejta, ato do të reflektohen, do të pasqyrohen në mes të këtij viti është premtuar që të dalë elektronikisht. Po dhe gjatë kësaj kohe ne kemi marrë vazhdimisht vërejtje, sugjerime dhe të cilat janë reflektuar. Fjalë të reja. Sot që isha duke ardhur me makinë në studion ABC-s, njëra prej kolegeve më tha që kishte gjetur njërin prej fjalëve të përdorur në fjalor dy herë dhe që nuk e kisha unë zë në fjalor, dhe do të shkojnë në shtëpi, do ta verifikoj, do ta fuzoj, do ta shtojnë fjalor. Pra, është në proces pune. Vazhdo.
është një gjellë që nuk po mbaron dhe nuk besoj se do të mbaroj. Do të mbaroni në mes të këtij viti, se keni premtuar ditën e gjuhës shqipe. Vedat Kokona thoshte, një fjalor vjetrohet në momentin që botohet. Po, e vërtet është. Fal teknologjisë dhe sot fjalorët nuk konceptohen më si libra, pra ti konceptohen po, përdorim elektronik. Po, domethënë ti shkruan fjalën dhe ajo duhet të dalë aty. Por njëkohësisht teknologjia t'jep mundësi që ti mund ta përmirësosh atë në çdo moment. Kështu që fal teknologjisë ne do ta mundim vjetrimin e fjalorit. Ai do të jetë vazhdimisht i ri. Do ndalem tek enciklopedia e popullit shqiptar. Është një enciklopedi që pret shumë, grish shumë. Tashmë keni marrë një vendim që kush janë figurat, se dihet, figurat politike, fetare, do të zgjojnë më shumë kureshtje. Është marrë një vendim i përgjithshëm që do jenë të pasqyruar enciklopedinë e popullit shqiptar vetëm personalitetet të cilët nuk jetojnë, si është? Për mua është hera e dytë që punoj me një enciklopedi, para ka qenë Elbasani enciklopedia, aty kam pasur mundësinë të punoj me profesor Xhevat Lloshin si kryeredaktori i enciklopedisë, edhe profesor Kujtim Bevapin të Ndjerin. Aty kam mësuar shumë. Edhe atje kam kuptuar që një enciklopedi nuk mund të hartohet pa kritere, siç edhe një fjalor nuk mund të hartohet pa kritere. Enciklopedia është në fazën e hartimit të fjalësit, domethënë të listës së fjalëve, të zërave që do të hartohen. Ndryshe nga deri tani ku janë botuar 2 fjalor enciklopedik, tashmë ne kemi një enciklopedi që do të hartohet, që do të thotë se aty do të ketë artikuj. Zëra do të jenë artikuj dhe artikujt janë të tipologjive të ndryshme. Unë jam pjesë e redaksisë së arsimimit. Ne aty kemi arritur të përfundojmë fjalësin, por ka redaksit të cilat u besoj që nuk kanë arritur për shkaqe nga më të ndryshmet, për shkak sepse janë fusha të reja, totalisht të reja, si për shembull, domethënë feja. Ju e përmendet fen. Edhe është një fushë delikate. Shqipëria ka një realitet fetar shumë të ndërlikuar, domethënë me kohë të hyrje, të daljeve të feve, të ndalimeve, të zhbërjeve të shumë gjërave dhe me bumin e jashtëzakonshëm pas viteve 90. Kultura, letërsia, politika gjithashtu, domethënë. Politika besoj se zgjon shumë. Patjetër. Është bërë marrëveshje që duhet jenë vetëm personalitetet që nuk jetojnë më? Po ky është një nga vendimet që është marrë një vendim. Domethënë që përgjithsisht, domethënë artikujt për personalitetet historike, kulturore, politike do të jenë për ata që kanë ndruar jetën. Ky quhet në mënyrë eufemistike kriteri biologjik. Por nga ana tjetër, unë besoj që enciklopedia ka angazhuar personalitetet më të rëndësishme shkencore. Dhe për çdo personalitet shkencor që do të jetë autori një artikulli, do të ketë një biografi në fund. Kështu që ajo enciklopedi, edhe pse nuk do të ketë një artikull për, le të marrim një shembull, ndoshta patjetër. Profesor Anastas Angjeli, që është figurë në studimet ekonomike në Shqipëri, akademik, dhe pse nuk do të ketë një zë për të, megjithëse ndoshta për akademik do të ketë, ose për akademik. Do ketë për akademikët që janë të gjallë? Nuk e di. Se kështu do të merret një vendim i përgjithshëm, se jo t'i bëjmë këtu në mënyrë selektive, se pastaj duket sikur akademia ka favorin e vet, figurat e vet ai fut, po figurat politike jo. Ndoshta do të kisha përmendur ndonjë figurë tjetër politike që shkruan. Po le ta zëm se nuk do të jenë akademikët, por në fund do të ketë një biografi të gjermë për profesor Anastas Angjelin. Edhe Edi Rama i bie që të jetë, meqense është piktar. Edi Rama do të besoj unë kryeministri do të përmendet, por do të përmendet tek zëri, tek artikulli i madh monografik për kryeministrat e Shqipërisë. Pra do të ketë një zë, një artikull i madh monografik se. Po jo zën vetë si kryeministër. Dhe aty te kryeministrat e Shqipërisë do të ketë një prezantim, besoj një biografi për kryeministrën ose për qeveritë shqiptare. Pra kjo është ideja që do të ketë, si ne kemi diskutuar për shembull në gjatë në redaksin tonë për universitetet private, të cilat janë një realitet pas viteve 90. Do jenë të përfshira? Meqense ju jeni për arsimin. Patjetër, dhe diskutimi ka qenë do t'i marrim tek një të gjithë, apo do të kemi një zë të përgjithshëm, dhe këto zërat e përgjithshëm quhen zërat monografik, ku do të jetë universiteti privat në Shqipëri dhe pastaj aty përmenden. Kuptoj. Pra unë besoj që ajo do të jetë një enciklopedi shumë e gjerë. Ndoshta nuk do të ketë një artikull për personalitetin, por personaliteti i shquar, i shkencës, kulturës, artit, arsimimit, do të jetë patjetër në enciklopedi. Duke qenë se është një enciklopedi do të jetë e gjerë, shumë e gjerë. Kështu që unë besoj që do jetë disa volumshe. Patjetër.
Edhe fillimisht enciklopedia dhe ajo do të jetë në versionin elektronik. Besoj se do ketë goxha diskutime, se është një ndër edhe debate, sa është përfshirë një figurë politike për shembull e opozitës, një që është në pushtet etj. Nuk është vetëm çështja e debatit politikës sot. Historia shqiptarëve ka prodhuar vazhdimisht debat, domethënë edhe figura si Mbreti Zog kanë prodhuar debat. Edhe figura, domethënë që pra veçanërisht historia, edhe për Skënderbeun kanë pasur debate shqiptarët. Kështu që do ketë. Patjetër, edhe për epokat arkeologjike, për gjetjet arkeologjike gjithashtu. Domethënë sepse shkenca para viteve 90 ka qenë një shkencë e drejtuar, domethënë ishte një shkencë me metodologji të qartë, domethënë edhe ishte një shkencë mund të themi e njësuar. Mendimi shkencor në akademi ka qenë njësuar, nuk është më, sepse tashmë ka drejtime të ndryshme, pikpamje të ndryshme, të cilat janë përhapur, kanë një, domethënë mjedisin shkencor dhe që duan pasqyruar dhe ka studiues besoj që do të jenë të hapur për këtë gjë që ta pasqyrojnë me lëndimin e ndryshëm shkencor dhe të tjerë. Ky vit enciklopedin do e gjej vetëm me hartimin e Fjalësit. Sepse është një projekt që do zgjas për besoj ne kemi një kontratë për 5 vite. Viti i parë është ai hartimit Fjalësit dhe 4 vitet për hartimin e artikujve. Kështu që pas ka goxha punë. Patjetër, sepse është jeta shqiptare përmbledhur në një libër. Domethënë patjetër që ka shumë punë sepse jeta shqiptare nuk është e lehtë, ta përmbledhësh në një enciklopedi. Edhe për disa, se për shembull flasim në rastin e redaksisë sime që unë punoj për arsimimin, edhe pse mund të themi se një pjesë e figurave kanë qenë në fjalorët enciklopedik, ato do të rishihen, për shembull Qiriazët. Për Qiriazët ne kemi fakte të reja që janë zbuluar, të dhëna të reja që duhen plotësuar. Edhe pse thash ato kanë qenë fjalor, Gjirasimi, Sebastia, Parashivia, do të shtohen faktet që janë zbuluar dhe shkenca shqiptare pas viteve 90 ka përparuar shumë në shumë sfera, në shumë. Të ulla ishte shumë knasi, që hollëm dritë paksa edhe për enciklopedin dhe për fjaloren e mbi gjitha për figurat e ndritura tuaja. Unë të falenderoj shumë cili është mesazhi që jep shqiptarëve për gjuhën shqipe, e cila çfarë rrezikon më shumë në këndvështrimin tuaj dhe si pedagoge që shef dhe brezin e ri. Mua, të them të drejtën, nuk më pëlqen të flas për rrezik, sepse shqipja është një gjuhë e mrekullueshme. Domethënë, ne shqiptarët, unë e them shpesh, ja them studentëve në klasë, shpresoj që nuk do të cënoj ndonjë zemër shumë patriotike. Nuk kemi shumë gjëra për t'i dhënë botës, nuk kemi shpikur gjëra në kuzhinë, nuk kemi shpikur gjëra në veshje, nuk kemi shpikur gjëra në teknologji, nuk kemi shpikur gjëra në ide. Por shqipja jonë e ka tejkaluar kufirin e saj. Dhe shqipja ka qenë në fillimet e saj një gjuhë e cila është përdorur për të si pjesë e krahasimit për të zbuluar gjuhë të tjera, në kuptimin mënyrën se si funksionojnë gjuhë të tjera. Themeluesi i gjuhësisë krahasuese, Franz Bopi, 1816 në Leontina, ti e din, Franz Bopin, ai e mori në 1854 në Shqipjen dhe e studioi, sepse e kuptoi që Shqipja kishte për t'i dhënë gjuhëve të tjera. Shqipja është një gjuhë aq e shëndetshme, është një gjuhë aq e mrekullueshme, është një gjuhë aq e pasur, edhe për shkak se është shkruar vonë, e ruan një pasuri të jashtëzakonshme, dhe është një gjuhë e një kulture e cila ja del të mbjetoj në kushte shumë të vështira, kështu që Shqipës kur nuk ja ka bërë syri tërë për 500 vite në një perandori aq të madhe, as ka për t'i bërë syri tërë në një perandori kaq të madhe teknologjike dhe fuqi kaq të madhe teknologjike sa kjo e anglishtes. Kështu që asnjë rrezik për Shqipen. Përdoreni Shqipen sa më mirë, lexoni sa më shumë Shqip, se kjo është gjëja më e rëndësishme. Të lexohet sa më shumë Shqip, për të pasur një Shqipe të pasur, të mirë dhe që shprehim dhe komunikojmë mendime, ndjenja dhe kuptojmë njëri tjetrin. Nuk ka mesazh më të bukur ta mbyllim këtë pasmësnatë, dhe pse jo, t'japim mesazhe të bukura edhe në këtë kohë, le të themi që jemi në pragun e festave të 7 marsit. Dhe jemi vetmja gjuhë në botë, se edhe këtë do ta themi me një himn për alfabetin që e ka shkruar Parashivi Qiriazi. E ku ka, është thash heroina e Teudës. Faleminderit shumë që ishe këtë pasmësnatë, nuk ka më bukur, jemi në pragun e 7 marsit, ju urojmë gëzuar gjithë. Gëzuar të gjitha grave dhe mësuesve, sidomos gjuhës shqipe, po të gjitha mësuesve. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu. Faleminderit. Miq të pasmësnatës, kjo ishte pasmësnatë që flitet më bukur për gratë, gjuhën shqipe që duam fort, takohemi javës tjetër. Faleminderit që na ndiqni.